Sulmuesi i Juventusit Dušan Vlahović u shfaq i tronditur pas humbjes së Serbisë me Shqipërinë në ndeshjen e luajtur mbrëmjen e dieshme në stadiumin Dubravčica të Leskovcit, te kuqezin mjaftoi goli i re i Manajt për të arritur fitoren historike. Vlahović u shpreh pas ndeshjes, duke përmendur ndër të tjera edhe minutat që lojtarët kanë me klubet respektive, po ashtu ai tregoi si ndihej në dhomën e zhveshjes. Nuk është e lehtë. Është padyshim humbja më e vështirë për mua që kur kam qenë në ekipin kombëtar dhe mendoj se edhe djemtë e tjerë ndihen njësoj. Një ditë e vështirë për ne, një mbrëmje e vështirë, nuk ka asgjë për të shtuar. Ne nuk luajtëm mirë, nuk fituam disa ndeshje, pati një humbje të vështirë kundër Anglisë dhe është normale që njerëzit të jenë të pakënaqur. Mendoj se ky është realiteti për momentin, është e qartë, sidomos nëse shohim minutat e luajtura nga lojtarët tanë dhe klubet për të cilat luajmë, mendoj se ky është realiteti. Le të ecim përpara. Duhet të qëndrojmë të bashkuar, atmosfera mes nesh është shumë e mirë, mendoj se kemi një ekip të mirë në këtë drejtim, patjetër që do të ketë ulje ngritje, ka shumë djemë të rinj që duhet të mësohen. I pyetur për atmosferën në stadiumin e Leskovcit, ai tha: "Ne u përqendruam në fushë, vetëm kur topi nuk është në lojë mund të dëgjosh diçka, kur luan dhe kur je i përqendruar, rrallë dëgjon diçka nga tribunat." Mendoj se duhet të kishim fituar, sot ishte një ndeshje që duhej fituar me çdo kusht, por ne nuk ja dolëm. Do të shkojmë në Andorra dhe sigurisht që do të jetë e vështirë për ne, por duhet të rikuperohemi nga kjo ndeshje dhe sigurisht që duhet të fitojmë, duhet të vazhdojmë të shpresojmë. Sa i përket mungesës së golit me kombëtaren, Dušan Vlahović tha: "Nëse do ta dija, do të doja të kisha shënuar, sigurisht më shumë se kush do tjetër, nuk ja dola, e thash këtë edhe në dhomën e zhveshjes, më vjen shumë keq, doja më të mirën, nuk ka shumë për të thënë, nuk po kërkoj un alibi apo diçka të tillë. Është e vështirë të flasësh për këtë. Pajtohem me ju, duhet të kisha shënuar. Nëse do të kisha shënuar në pjesën e parë, loja do të kishte marrë një kthes tjetër dhe mendoj se do ta kishim fituar ndeshjen. Mendoj se është më mirë që gjërat që tham në dhomën e zhveshjes të mbeten aty. Isha i çmendur kur fola dhe sigurisht që duhet të kisha bërë më mirë. Çfarëdo që të ketë, më vjen shumë keq, më vjen shumë keq. Le të ecim përpara. Kemi një ndeshje të re pas 3 ditësh. Gjëra ndryshojnë shumë shpejt në futboll. Më vjen keq që humbëm ndeshjen, por le të flasim për ndeshjen, jo për llogaritjet e play-offit, u shpreh Vlahović pas sfidës me Shqipërinë. Kapiteni i Serbisë, Aleksandar Mitrović, i cili u zvendësua shumë herët rreth minutës së 60 nga trajneri Piksi në ndeshjen e dieshme kundër Shqipërisë, nuk e ka fshehur dëshpërimin e tij pas humbjes, duke e cilësuar si një ndër ndeshjet më të rënda në karrierën e tij. Nuk është me shumë mundësi, por e them e sigurt që është një nga humbjet më të vështira në karrierën time si lojtar, shumë e vështirë për futbollin ton në ekipet kombëtare. Nuk luajtëm një ndeshje të mirë, ndjem trysninë dhe nervozizmin që nga momenti i parë nuk ishim konkret. Pësuam përsëri një gol në kohën shtesë, përsëri nga topi i dytë, të gjitha na sollën këtë humbje. Nuk ja dolëm të krijonim rastet në pjesën e dytë. Luajtëm me të vërtetë në mënyrë shumë nervoze. Janë momente të vështira për ne. Brenda 3 ditësh kemi një ndeshje të rëndësishme në Andorra. Teorikisht jemi ende në lojë, por asgjë nuk varet më nga ne. Por le të bëjmë të mirën në 3 ndeshjet e fundit dhe të shpresojmë se Shqipëria do të humbas në një pikë, tha Mitrović pas ndeshjes.